Kërkimet për avionin e zhdukur të Malaysia Airlines kanë hyrë në fazën më intensive. Sipas mediave ndërkombëtare, 10 avion dhe anije vazhdojnë të patrullojnë pjesën jugore të Oqeanit Indian me shpresën e gjetjes së pjesëve të avionit të zhdukur rreth një muaj më parë me 239 pasagjerë në bord. Autoritetet zyrtare të koordinimit në Australi kanë konstatuar se gjatë ditës së sotme pjesë e kërkimit janë 13 avion dhe 11 anije. Sipas këtyre zyrtarëve, kërkimi ka hyrë në një fazë kritike, pasi anijet e pajisura me teknologji të avancuar kërkimi janë duke bërë të pamundurën për gjetjen e objekteve ku janë regjistruar të dhënat e avionit, përpara sa atyre të mbarojë bateria. Edhe pse pista më e mundshme e avionit është ajo e përplasjes, ende nuk janë gjetur mbetjet e tij. Në krahun tjetër, familjarët e pasagjerëve vazhdojnë të kërkojnë shpjegime mbi arsye se pse ka devijuar avioni nga itinerari i planifikuar. Sipas zyrtarëve australian, objekti i kërkimit është një sipërfaqe për rreth 220.000 km2. Objektivi kryesor është kapja e sinjaleve që mund të vinë nga objektet regjistruese të avionit. 10 shtete kanë dhënë ndihmën e tyre për të zgjidhur atë që vazhdon të mbetet një ndër misteret më të mëdha të dekadës së fundit.